punë, me sakrificë, me përkushtim, më rrihet çdo gjë. Po, trajner, a më një pyetje? Po. A mendon që talent më shumë ka pas Neymari se Cristiano Ronaldo? Talent. Absolutisht. A Neymari s'ka punu, apo den? Sikur të kish punu, Messi ka punu shumë. Po dhe Messi edhe Ronaldo, absolut. Se Messi e ka të dhënë, po edhe ka punu se s'kish punu pas konsistencë. Nuk diskutohet, po Ronaldo, Messi vetëm ka punu. Ronaldo ka qenë fanatik. Këto është dallimi. Sigur ta kish njeh regjimin e Cristiano Ronaldo, si kish pas një 5 topatar. Shumë e vërtetë, po. Edhe më nëjë ashtu. A do ke dyshe të tillë? Shumë vështirë. A thuhet që mund të përsëritet prof një gjë e tillë? Për mua shumë vështirë. Për mua shumë vështirë. Këta kanë më majt me në historitë futbollit, për rivalitetin të jashtëzakonshëm që e kanë pas me vetë. Ta shëndolla i punat, ai Jamolli për shembull, ditëlindjen e feston me 5000 vetë. S'ka ma. S'ka ma regjim tillë. Prof, a mendon që do të përsëritet një dyshe dhe një